Këto pamje i përkasin spitalit të Lushnjës, i cili prej muajsh është vendosur në godinën përballë, ndërkohë që godina kryesore ishte planifikuar të nënshtrohej rikonstruksionit të plot, por prej më shumë se 6 muajsh, kjo godinë vazhdon të mbetet në harres, ndërsa mjekët dhe infermierët janë të detyruar të punojnë në kushte jo të përshtatshme për një institucion shtetëror që pret pacient jo vetëm nga Lushnja, por edhe nga Divjaka dhe nga zonat përreth. Ambientet aktuale ku është zhvendosur spitali janë të amortizuara dhe jashtë çdo standardi. Një tjetër shqetësim i theksuar është mungesa e pastërtisë, mbeturina në çdo cep, dek pemësh të grumbulluara në hyrje, rrugë me gropa dhe ujëra të ndenjura përpara urgjencës. Institucionet përgjegjëse nuk kanë ndërhyrë për përmirësimin e kushteve, duke e lënë një nga spitalet më të rëndësishme të qarkut në një gjendje të rëndë. Kjo situatë është një këmban alarmi për autoritetet vendore dhe qendrore që duhet të reagojnë menjëherë, qoftë për përmirësimin e kushteve ekzistuese, qoftë për nisjen sa më parë të rikonstruksionit të godinës kryesore.